në këtë edicion do të ndiqni. 2 persona asfiksohen nga tymi dhe po marrin trajtim në spitalin e Gjakovës. Dy aksidente ndodhen brenda vetëm pak minutash. Rreshqet e shiut vazhdojnë edhe më tutje, regjistrohen disa dëme. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syre. 2 persona të moshës madhore janë alivanosur nga asfiksimi i tymit dhe të njëjtit janë dërguar për trajtim në emergjencën në spitalit të Gjakovës. Doktor Ilir Hasana, i cili ka pranuar rastin, ka konfirmuar se pacientët aktualisht po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. 2 persona të moshës madhore janë paraqitur sot në orët e hershme të mëngjesit në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakovë, pasi dyshohet se janë asfiksuar nga tymi. Shefi i repartit të emergjencës Dr. Ilir Hasana i ka konfirmuar për mediumin ton se të 2 pacientët kanë marrë trajtimin e nevojshëm dhe gjendja e tyre aktualisht paraqitet stabile. Paraqesohen në 2 raste, të cilat kanë qenë helmime me tym. Janë të marrë në bazë të ekzaminimit, trajtimin e nevojshëm të marrë, gjendja pacientëve është stabil. Ndërkohë, zëdhënësi për informim në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakovë, Sheremet Elezaj, tha se personat e helmuar po trajtohen vetëm në aspektin shëndetësor dhe nuk ka informacione të tjera lidhur me rrethanat e ngjarjes. 2 aksidente trafiku kanë ndodhur brenda pak minutash sot në Gjakovë. Materiali në vazhdim na njeh me detaje më të hollësishme. Rreth orës 12:10 në lagjën Dardania në Gjakovë, saktësisht në rrugën Driton Zeneli, ka ndodhur një aksident trafiku i cili ka përfshirë 2 automjete. Përplasja ka rezultuar me dëmë materiale, ndërsa një person ka pësuar lëndime trupore. Sipas raportimeve fillestare, i lënduari është dërguar në emergjencën e spitalit Isa Grezda. Policia ka dalë me njëherë në vend ngjarje për të nisur hetimet rreth shkaqeve të aksidentit, edhe pse lëndimet janë vlerësuar si të lehta. Rastet ka rikthyer vëmendjen tek domosdoshmëria kujdesit në qarkullim, sidomos në kushte të vështira atmosferike. Vetëm 5 minuta më vonë, rreth orës 12:15, një tjetër aksident ka ndodhur në rrugën Vëllezrit-Frashëri. Edhe në këtë rast janë përfshirë 2 automjete dhe si pasojë një person tjetër është dërguar për trajtim mjekësor. Edhe ky incident ka përfunduar me lëndime të lehta trupore. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e të 2 rasteve, ndërsa u bën thirrje pjesëmarrësve në trafik që të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në kushte të vështira atmosferike. Si në shumë komuna të Kosovës dhe në komunën e Gjakovës, mbrëm kishte rreshje shiu të cilat po vazhdojnë edhe sot. Materiali në vazhdim na njeh me gjendje në disa pjesë të qytetit. Rreshjet e shiut që kanë filluar dje dhe vazhdojnë edhe sot kanë shkaktuar vëshime në disa rrugë të qytetit të Gjakovës. Një nga zonat e prekura ishte rruga në afërsi të stadiumit të qytetit, ku uji i grumbulluar pengoi lëvizjen e lirë të kalimtarëve dhe automjeteve. Gjendja e ngjashme u regjistrua edhe në Fakultetin e Mjekësisë, ku uji ka mbuluar disa hapësira dhe korridore, duke vështirësuar funksionim normal të institucionit. Si pasojë e rreshjeve, edhe niveli i lumenjve është rritur. Ekipi ynë ka qenë sot në terren duke monitoruar situatën dhe duke raportuar për zonat më të prekura. Situata përgjithshme konsiderohet nën kontroll, por qytetarët këshillohen të tregojnë kujdes në zonat e përmendura dhe të shmangin qarkullimin e panevojshëm ku uji është grumbulluar. Dëme nga rreshtet kanë pësuar edhe disa banorë të Brekocit, të ndjekim kronikën. Banori Pashk Tuna, i cili jeton jashtë vendit, por ka investuar për të ndërtuar shtëpinë e tij në paralagjën Brekac, sot është përballur me një situatë të rëndë pas rreshjeve të mëdha të shiut, edhe pse ai përballet me këtë problem që prej 2 javësh, kur ka her pas here rreshje shiu, që në kanë bërë me gjerë më sot gjendjen e ka alarmante. Ai thotë se ka mbetur pa mundësi për të hyrë në shtëpinë e tij, pasi rruga që çon drejt shtëpisë është bllokuar plotësisht. Komplet një pranë tonë një tokë. E ku marru shpinë me shoqe, me jetu këtu pak ma vendi qetë, se kom njof mirë terrenin, s'kom ditë që ka ndodhin kënena. Edhe më ndodhi para 2 jave,
ma e rash sheve edhe e kërpoj këtë rrugën, erdha ka 9:30 ora për më shku në shtëpi. Nuk mujta më shku në shtëpi, se e murujt. Ate e thira mes në meje, edhe thosha, po vini vis shkojmë mushi me mderë diqysh, s'mujtin me mderë, se u shpërthy këtu kejtë e boni kanal. Edhe morën në shpinë, e më qëtë në thonë. Në shpinë, më qëtë në thonë, me njova se po qëtësohet koha, po nuk e kom ditë. Tunaj tregon se ka bërë kërkesë edhe te drejtoria e emergjencave, por deri tani nuk është ndërmarrë asnjë hap nga institucionet për të zgjidhur problemin. Unë shkova te emergjenca, thanë, unë nuk e di të enin, tu nuk di që shkon, thanë emergjenca reagon me njëherë. Thash, hajtë ma natën, që më jemi thirë, thash, me leqë, ka po di që shkon në cion. Edhe shkova në jesit, thash, ju lutëm që shtu i bona fotografi të kejtë e këtu e ponë, tha ti, ku ki kejtë në regull batë, tha nejna për qëtë punë, tha për në mërë, tha ku të bëhet 2 ditë këna marrë me ta mërë. Thash, vetëm me dalë në shpetem, adin, bo me pas tonë në shpe, s'kisha mujtë me dalë. Shqepeshin edhe vetë, ku do me dalë për këtu? Me kërë kështu jo, a s'kom jo. Madje i shton se sa herë parashikohen rreshje, familja detyrohet të lësh shtëpinë nga frika se mos mbesin të bllokuar. Si ta shohim kohën e dop, duhet në ikë për këtu mujtë, se mbesi mrenë. Ate ku ta shohim nëpërmjet telefonit edhe nëpërmjet televizorit, e lajmet, se ka rreshje të shift, e lojmë kjerin jashtë, largohem për këtu mujtë, mes me lonë mrenë, se mes mrenë, që mujë as kjerin me ndherat, nas mujë me dalë, se peshen edhe vetë s'ki ku me dalë. Tunaj po kërkon reagim urgjent nga institucionet në mënyrë që rruga të bëhet e kalueshme dhe të mos rrezikohet më siguria e familjeve që jetojnë aty. Për shkak të rreshjeve të shiut dhe paralajmërimeve nga Instituti Hidrometeorologjik në Kosovë, mund të kemi vëshime. Policia e Kosovës ka apeluar te pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor që të kenë shumë kujdes gjatë ngasjes duke respektuar shpejtësinë e lejuar dhe duke u shmangur zonave ku ka rreshje të mëdha të shiut. Rreshjet e dendura të shiut dhe paralajmërimet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës se rreshje do të vazhdojnë sot dhe nesër me intensitet të lartë në disa zona të vendit, kanë bërë që edhe policia e Kosovës të lëshojë një apel për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion, sidomos drejtuesit e automjeteve, që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit për shkak të rreshjeve të shiut dhe rrugëve të mbuluara me ujë. Sipas njoftimit në faqen zyrtare të policisë së Kosovës, ndryshimi i kushteve atmosferike po krijon vështirësi në qarkullim. Prandaj policia kërkon përshtatje të shpejtësisë me gjendjen e rrugës dhe kushtet e motit, mbajtje të distancës së sigurisë mes automjeteve, ngadalësim të lëvizjes, veçanërisht në segmente të mbuluara me ujë. Ndërkohë, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë thirrje që qytetarët të kenë kujdes gjatë qarkullimit, të shmangin zonat me rrezik vërshimesh dhe të raportojnë çdo situatë të pazakon në numrat emergjent të qytetit. Kujtojmë se për shkak të rreshjeve të shiut dhe paralajmërimeve për vërshime, institucionet arsimore në kryeqytet nuk kanë zhvilluar sot mësim. Vendimi është marrë në koordinim me Drejtorinë e Sigurisë dhe Emergjencave, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, drejtorët e shkollave si dhe me kryetarin e kryeqytetit. Autoritetet theksojnë se ky është një hap preventiv që ka për qëllim mbrojtjen dhe sigurinë e fëmijëve. Nesër shënohet dita fundit e afatit ligjor për mandatarin Glau Konjufca që të paraqes para kuvendit kabinetin e tij qeveritar dhe programin për votim. Afati 15 ditor që buron nga mandatarizmi nga presidenti Vjosa Osmani përfundon më 19 nëntor. Nesër shënohet dita fundit e afatit ligjor për mandatarin Glau Konjufca që të paraqes para kuvendit kabinetin e tij qeveritar dhe programin për votim. Afati 15 ditor që buron nga mandatarizimi nga presidentja Vjosa Osmani përfundon me 19 nëntor dhe deri në atë ditë Konjufca duhet të sigurojë shumicën prej 61 votësh. Një qytetar që interesuam sot dha mendimin e tij lidhur me situatën në fjalë. Do të dështoj se nuk do të mohet as nuk do ta pranojnë as nuk kanë më zgjidh problemin. Kanë më shkuar zgjedhje të jashtëzakonshme.
Në rast se kabineti i propozuar nuk merr vot besimin, vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda afatit të paraparë kushtetues. Kjo bën ditën e nesërme vendimtare për të ardhmen politike dhe institucionale të vendit. Farmacistët në nivel vendi shumë shpesh ngrisin alarmin për ngritje të vetdijes që qytetarëve që të mos kërkojnë blerjen e antibiotikëve në farmaci pa përshkrimin e mjekut. Kjo pasi rezistenca ndaj antibiotikëve mund të çojë në qëndrime më të gjata në spital, kosto më të larta mjekësore dhe rritje të vdekshmërisë. Antibiotikët janë medikamentet që gjejnë përdorim të gjerë në popull. Farmacisti John Gega tha se përdorimi i duhur i antibiotikëve është shumë i nevojshëm. Po sot me 18 nëntor është dita evropiane për vëdësimin për përdorimin e antibiotikëve. Kjo ditë fillon sot, do të thotë, kurse sot fillon java botërore prej 8 maj deri në 24 java botërore e përdorimit të antibiotikëve. Shumë është më rëndësi përdorimi i duhur i antibiotikëve për mos më ardhur deri te rezistenca ndaj antibiotikëve. Sipas Gegës, së fundmi është rritur vetëdijësimi rreth përdorimit të tyre. Sidomos unë e shoh në kohë të fundit, në kontaktin e përditshëm me pacienta, se ka një vetëdijësim jashtëzakonisht i madh, sidomos te nanat, se mes të përdoret antibiotikët pa nevojë. Roli i farmacistëve në këtë çështje është shumë i madh. Farmacisti dhe banatorja kanë një rol jashtëzakonisht madh, se mos jepet banat pa recept dhe duhet ta dimë që antibiotika është bari i cili jepet vetëm me rekomandimin e mjekut, me recetën e mjekut. Ndër praktikat më të shpeshta gjatë përdorimit të antibiotikëve është ndërprerja e tyre para kohës së përcaktuar. Është shumë rëndësishme gjithashtu që antibiotiki të përdoret në kozjatin e duhur dhe të përdoret në dozën e duhur. Kemi shumë raste kur antibiotiki nuk përdoret në kozjatin e duhur, si të fillojnë shenjat e para të përmirësimit, ndërprehet përdorimi i antibiotikëve dhe fillon cikli. Edhe këtu është keqpërdorimi i antibiotikut dhe mund të ardhë deri te rezistenca ndaj antibiotikëve. Për fund, Gega tha se përdorimi jo i duhur i antibiotikëve ka efekte të shumta negative, përfshirë edhe mundësinë e rrezikimit të gjeneratave të ardhshme, të cilat do të mund të mbesin pa antibiotik të efektshëm. Shfrytëzimi dhe abuzimi seksual i fëmijëve mund të ndodhë në ambiente të ndryshme. Sociologe Kushtrime Idrizi përmes telefonit i ka porhuar mediumit ton se thirrjet për ndërgjegjësimin e shoqërisë për të parandaluar këtë dukuri duhet të janë të vazhdueshme. Kujdesi dhe mbrojtja e fëmijëve është prioritet i çdo shoqërie, por statistikat tregojnë se çdo fëmijë ka të drejtë të rritet i sigurt dhe i mbrojtur, ndërsa fenomeni i abuzimit seksual vazhdon të ekzistojë, sidomos tek fëmijët më të pambrojtur mbi moshën 6 vjeç. Kështu bëri të ditur në një lidhje virtuale për mediumin ton, sociologe Kushtrime Idrizi. Koha kur nuk i dihet, por në mënyrën që fëmijët janë të më të pambrojturit dhe më të pasigurtit në shoqëni, aty është edhe caku i të abuzuesve ndaj fëmijëve, kundrejt fëmijëve. Kryesisht fëmijët në moshat më të vogla, aty ku sigurisht që ndjen të pambrojtur, për shembull në moshat 6 vjeçare e më lartë. Kur jemi tek mbrojtja e fëmijëve, kur bëjmë një krahasim me të kaluarën dhe sot, mund të themi se ka më shumë vetëdijësim dhe po punohet vazhdimisht, shton Idrizi. Nëse krahasojmë në të marrim përpas kontekstin historik në të kaluarën, edhe tash unë mendoj që në të kaluarën nuk është ndërmarrë edhe aq, sepse ne i dimë që qoftë edhe për familjarë tonë apo të afërm apo të meqë dhe me kesha, nëse ka ndodhur raste të tilla edhe nuk kanë qenë të sigurt apo ku ta adresohen këto probleme, apo ndoshta edhe të fshihen për nga opinioni publik, sikur një shoqëri e mbyllur që kemi qenë. Por krahasu tashme të tashmen me vetëdijësimin edhe çdo gjë që po punohet vazhdimisht, mendoj që kemi arrit me një stad ku nuk mund të themi çdo qytetar apo çdo familjar qoftë, por që mendoj që vetëdijësimi edhe ai stati ka arrit më lart, që sigurisht që po janë më të vetëdijshëm, edhe me ato që me të vërtetë mbrojtja e fëmijëve është e jashtëzakonshme dhe duhet të jetë prioritet në shoqërinë tonë.
Nëse marrin fenomenin e pedofilisë, ai është alarmant në Kosovë, shtoi sociologe Idrizi. Nëse marrim pedofilin, pedofilia është alarmante në Kosovë, që i pjesë të rriturit abuzojnë ndaj të vegjëlve. Kjo dukuri nuk ka qenë e panjohur në shoqërinë tonë kosovare, por që me të vërtet janë me shifra alarmante. Kështu që çka të themi pra, kur fëmijët i kemi në rrezik në ditë të sotit, ne si prind, ne si në përgjithësi si shoqëri civile, në përgjithësi si shoqëri, po duhet të jemi edhe të marrim masat e duhura që me të vërtet të jemi për krah fëmijëve tonë dhe që t'i mbrojmë sa më tepër që të mundemi. Mesazhi shtehet i qartë, heshtja mbron abuzuesin, ndërsa raportimi mbron fëmijën dhe çdo fëmijë ka të drejtë të rritet i sigurt dhe i respektuar. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe një artitut kryesor të këtij edicioni. Dy persona asfiksohen nga tymi dhe po marrin trajtim në spitalin e Gjakovës. Dy aksidente ndodhen brenda vetëm pak minutash. Rreshqet e shiut vazhdojnë edhe më tutje, regjistrohen disa dëme. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.